Mirëmbrëma dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin e lajmeve të kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama deklaron se nga viti tjetër nis indeksimi i pagave edhe në sektorin publik, përfitojnë rritje të gjitha kategoritë e punonjësve. Përplasje në parlament për barazin gjinore, Berisha akuzon mazhorancën se po shkatron familjen shqiptare, reagon balla, ligji lufton diskriminimin. Qeveria përgatit fshirjen e detyrimeve tatimore të bizneseve deri në vitin 2014, falje të pjesshme edhe për borxhet e krijuara deri në vitin 2019. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Kryeministri Rama ndau një tjetër lajm sa i takon projekt buxheti 2026. Ai tha se nga viti tjetër do të ketë indeksim vjetor edhe për pagat e punonjësve të sektorit publik. Sipas Ramës, kjo është një politikë e re për rrogat e cila do të sjellë më shumë të ardhura për familjet shqiptare. Punonjësit e administratës, duke nisur nga ato të nivelit qendror apo vendor, do të kenë rritje të pagave. Ky vendimi i qeverisë u njoftua nga vetë kryeministri Edi Rama, i cili bëri me dije dhe përfitimet për çdo kategori, të cilat do të korrektohen çdo vit në bazë të inflacionit. 10.600 punonjës shërbimi, sanitare, shofer, teknik, protokollist, arkivist, magazinier, do të përfitojnë nga rritja e pagës minimale me 10.000 lekë të reja në muaj. Për specialistët e administratës publike, rritja do të jetë 5.000 lekë të reja. Mësuesit do të përfitojnë pagë 3.000 lekë të reja më shumë në muaj. Rritje do të ketë dhe për bluzat e bardha, duke nisur nga infermierët e deri tek mjekët specialist. Nga 131.700 lekë në 143.500 lekë të reja në muaj, për mjekët në spitale nga 174.000 lekë në 186.000 lekë të reja në muaj, për infermierët nga 87.000 lekë në 92.500 lekë në muaj. E njëjta skem do të përdoret dhe për punonjësit e policisë. Për një punonjës me vjetërsi mesatare 15 vjet, sipas gradave, pagat rriten si më poshtë. Për inspektorët e thjesht, nga 80.500 lekë të reja në 84.500 lekë të reja, plus shtesa për kushtet e punës dhe ushqimit, që e çon pagën mesatarisht në 100.000 lekë të reja. Për nënkomisarët, paga do të rritet nga 95.500 në 101.000 lekë të reja. Për komisarët nga 105.000 në 110.600 dhe për drejtuesit e thjesht nga 130.500 paga do të shkojnë 141.450 lekë të reja. Një ditë më parë, kryeministri Edi Rama njoftoi dhe rritjen e pensioneve të detajuar në buxhetin e vitit 2026. Shumica dhe opozita janë përplasur në parlament për projektligjin e barazisë gjinore. Sali Berisha deklaroi se ky draft është një sulm i hapur ndaj familjes shqiptare, duke kërkuar tërheqjen e tij, ndërsa kreu i grupit socialist Aulan Balla sqaroi se dokumenti nuk sjell gjini të reja, por lufton diskriminimin. Parlamenti u përfshin debatet ashpra mes mazhorancës dhe opozitës në lidhje me ligjin e ri për barazinë gjinore. Në qendër të debatit është futja për herë të parë konceptit përkatësia shumëfisht. Koncept ky i cili sipas Partisë Demokratike godet familjen shqiptare, pasi për opozitën ka vetëm 2 gjini, burrë e grua. Por socialistët mbrojtën ligjin duke vënë në dukje se përkatësia shumëfisht nuk lidhet me gjini të reja. Një ligj kryekput ideologjik i cili bazohet absolutisht në përmbysjen e rendit gjinor, binar, shekullor dhe mbivjeçar, në përmbysjen e familjes dhe vlerave të saj, në përmbysjen e librave të shenjtë dhe moralit të tyre. Motra dhe vëllezër, burra dhe gra të këtij vendi. Përkatësia e shumëfisht është kur unë jam një vajzë e dhunuar, jam një vajzë e abuzuar seksualisht, jam një vajzë rome, jam një vajzë që jetoj në një lagje periferike dhe përkatësia shumëfisht e imja është që më kanë rënë mbi supet e familjes time të gjitha këto halle.
Berisha replikoi në distancet me ambasadorin e Bashkimit Evropian Gonzato, duke theksuar se një ligj i ngjashëm është rrëzuar nga gjykata kushtetuese franceze është refuzuar nga shumica e vendeve anëtare të BE-s. I kërkoj të nderuarit ambasador të nxjerrë cilat direktive Bashkimit Evropian e kërkon një gjë të tillë, sepse ky ligj nuk ekziston, është hedhur poshtë, nuk ekziston në 21 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Sa i përket këtij sulmi sot, zoti kryetari i Kuvendit, ne do të depozitojmë kërkesë pranë Komisionit të Etikës së Kuvendit të Shqipërisë, që deputetin fjalë të japi shpjegime, por dhe Kuvendi të ndali një herë për gjithmonë sulmet. Në emër të opozitës, Sali Berisha deklaroi se ditën që shqiptarët do t'i besojnë qeverisjen e vendit, ai do të anullojë këtë ligj. Socialistët i thanë jo kërkesës së opozitës për interpelancë me Belinda Ballukun, e cila nuk ishte në sallën e parlamentit në seancën e kësaj të njëjteje. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha fajsoi Edi Ramën për tunelin e Llogaras, çështje për të cilën është në hetim Ministri e Infrastrukturës dhe Energjisë. Kundër. 50 kundër, kërkesa nuk miratohet. Majoranca në parlament rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për një interpelancë me zëvendës kryeministren Belinda Balluku për tunelin e Llogaras, çështje për të cilën numri 2 i qeverisë është marrë pa ndehur nga SPAKu. Referuar objektit të kërkesës paraqitur, konstatohet se ajo lidhet me një çështje aktualisht në hetim nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK. Në këto kushte ndryrja e Kuvendit, përmes zhvillimit të interpelance që binte ndesh me parimet e pavarësisë së organit të akuzës dhe me ndalimin e çdo ndikimi në proceset hetimore të garantuara nga kushtetuta dhe ligji për prokurorinë. Për këto arsye, pra, në përputhje me atributet që më njeh neni 89.3 e rregullores Kuvendit, vlerësoj se zhvillimi i interpelancës urgjente të kërkuar është i pamundur për të realizuar. Vet Balluku mungoi sot në parlament, ndërkohë që Partia Demokratike erdhi në seancë me pankarta kundër zëvendës kryeministres. Nga foltorja e parlamentit, kryetari i Partisë Demokratike Berisha përsëritje se kryeministri Edi Rama është përgjegjës kryesor për tunelin e Llogaras, duke shfrytzuar si argument edhe bisedat që SPAKu ka përfshirë në dosjen e një prej të akuzuarve për këtë çështje. Mjafton të lexoni ju mesazhin që Lubi Balluku i dërgon në vis ku tregon terrorin e brendshëm të saj shpirtëror. I thot jeta ime varet nga ti. Po, se ka porosi nga Ramaduro, që o tunelin o dhe qërohesh. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përsëriti se së shpejti opozita do të nisë protestat për largimin e kryeministrit Edi Rama. Detyrimet tatimore të bizneseve deri në fund të vitit 2014 do të fshihen. Projektligji i Ministrisë së Financave parashikon gjithashtu zbritje me 50% të borxheve të krijuara pas 2014-s, por kushti është që pjesa e mbetur të shlyhet deri në mesin e vitit të ardhshëm. Ministria e Financave ka përgatitur projektligjin për paqen fiskale që parashikon fshirjen e borxheve tatimore dhe doganore të krijuara deri më 31 dhjetor 2014. Dokumenti, i cili ka hyrë tashmë në proces konsultimi me institucionet dhe grupet e interesit, synon të pastrojë llogaritë e vjetra dhe të lehtësojë bizneset nga detyrimet e pamledhshme. Fshihen plotësisht detyrimet tatimore të papaguara, direkte apo indirekte, që i përkasin periudhave tatimore deri më 31 dhjetor 2014, të cilat rezultojnë të regjistruara në llogaritë tatimore të tatimpaguesve apo në kontabilitetin e administratës tatimore, përveç kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Të gjitha detyrimet e krijuara nga 1 janari 2015 deri më 31 dhjetor 2019 do të përfitojnë zbritje detyrimi në varësi të mënyrës se si paguhen. Në nenin 6 të projektligjit thuhet se do të shuhet 50% e detyrimit tatimor nëse pjesa mbetur prej 50% do të paguhet me një kës brenda 30 qershorit të vitit 2026. Ndërsa kategoria tjetër me borxhe nga 1 janari 2020 e deri në fund të dhjetorit 2024 do të përfitojnë faljet e gjobave dhe kamatave nëse i paguajnë të gjitha detyrimet tatimore brenda vitit 2026. E njëjta gjë vlen edhe për detyrimet doganore për këtë periudhë.
Shuhen gjobat dhe kamat vonesat për detyrimet e viteve 2020-2024, nëse taksa përkatëse paguhet deri më 31 dhjetor 2026. Fshihen dënimet administrative për sigurimet shoqërore shëndetësore 2015-2024 me kusht që të paguhet 100% kontributi deri më 31 dhjetor 2026. Sipas të dhënave zyrtare, borxhet që do të fshihen arrin në rreth 507 milionë euro, nga të cilat 295 milionë euro i përkasin detyrimeve tatimore doganore të krijuara deri në vitin 2014. Ndërsa 45 milionë euro janë sigurime shoqërore shëndetësore, të cilat nuk fshihen, por për to hiqin gjobat dhe interesat. Socialisti Ervin Ceca dhe Pavlo Shkarpa, i mbështetur nga opozita, do të garojnë të dielën për të fituar Bashkinë e Beratit. Ata tregojnë projektet e tyre duke premtuar më shumë ndryshime pozitive për qytetin. Pak ditë para zgjedhjeve të pjesshme të 9 nëntorit në Berat, socialistët kërkojnë të ruajnë drejtimin e bashkisë me Ervin Ceca, ndërsa përballë tij, biznesmeni Pavlo Shkarpa, i mbështetur nga opozita, kërkon të bëjë ndryshimin si kandidati që do të kthejë djathtas elektoratin pas më shumë se 20 vitesh që ky qytet voton majtas. Garimi im për kandidat për kryetar bashkie është nga fakti që unë e njoh qytetin e Beratit. Dhe kur e njeh qytetin e Beratit, do dhe ta ndërtosh atë qytet. I premtoj që t'i kthej këtij qyteti identitetin, t'i kthej shijen, por dhe kurorës, pra gjithë fshatrat që ndodhen mbi Berat, t'i jap edhe atyre një zë. Ervin Ceca, i cili aktualisht është kryetar në detyrë pas ndërheqjes së Ervin Demos për të marrë mandatin e deputetit, thotë se rruga për të është e qartë. Unë kam dhe një eksperiencë thuajse 6 vjeçare në drejtim Këshillit Bashkiak të qytetit. Dhe patjetër është një detyrë që më ka dhënë mundësinë të njihem me sfidat dhe nevojat e komunitetit. Vërtet mund duket një mandat i shkurtër për një vit e gjysmë, po mos të harrojmë që ky mandat i është besuar me votën e qytetarëve, ish kryetarit bashkisë zoti Demo dhe Partisë Socialiste në vitin 2023. Pra vizioni ka qenë i qartë, rruga në të cilën duhet të eci qyteti është e qartë, kështu që unë patjetër që do të siguroj vazhdimsinë e punëve në qytet. Por a i druhet Ceca një pjesëmarrje të ulët në zgjedhje? Qytetarët e Beratit e kanë treguar gjithmonë që kur vjen puna për fatet e qytetit, ata kanë ndjeshmërinë e duhur. Kështu që unë jam i bindur që edhe në datën 9 ata do të drejtojnë masivisht në kutitë e votimit dhe ne do të kemi patjetër një pjesëmarrje të kënaqshme. Ndërsa Shkarpa thotë se pavarësisht mbështetjes nga PD-tani dhe dikur nga bindja demokratike, partia e tij është Berati dhe kjo është shtysa e tij më e madhe. Partia ime është Berati, nuk ka parti Pavlo Shkarpa. Unë atëre e pranova bindjen demokratike, por gjithmonë ky qytet tashmë është pak i vështirë, sepse partia që ka 27 vjet që menaxhon këtë qytet, pra Partia Socialiste, e ka blinduar. Pra ne jetojmë në një qytet që Partia Socialiste kontrollon gjithçka. Mjeku që vizitoi Nuredin Dumanin kur ai ishte i plagosur pak para se të arrestohej ka dëshmuar këtë të njëjtë në gjykat. Ai ka thënë se ishte porositur të heshte për gjithçka do shihte. Madje sipas mjekut, persona të pa identifikuar e kishin ndjekur me makinë teksa shkonte në punë në spital. Në procesin plumbi art, me bashkëpunëtor drejtësie Nuredin Dumanin, dëshmoi mjeku që i dha atij ndihmën e parë pas plagosjes nga atentati i marsit të 3 viteve më parë, moment kur ai ra në prangat e policisë. Kirurgu Julian Malaj rrëfeu se u telefonua nga një numër i panjohur për t'i dhënë ndihmë mjekësore një personi për të cilin u porosit të heshte. Mjeku që aso kohë u procedua penalisht për moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, u përball me togat e zeze në gjykatën e posaçme, i thirrur nga 2 prokurorët e çështjes, Doloreza Musabelliu dhe Behar Dibra. Në vitin 2022 kam qenë kirurg. Ka qenë ora 9:30. Më ka marrë dikush dhe më kërkoi për një vizitë në shtëpi. Më mori dikush që çalonte, Henrik Hoxha i duhet ishte, dhe më çoi në ca rrugica që nuk po kuptoja ku ishin. Në Fier ishte e qyteti, por banesën nuk e kujtoj. U futëm në një garazh e pastaj në një apartament.
Më thanë që çfarëdo që të shohësh atje nuk do tregosh. Mjeku tregoi se nuk identifikoi askënd, por përshkroi një person që i ngjan Nureddin Dumanit në momentin kur u arrestua nga policia mbrëmjen e 29 marsit. Kur shkuam në apartament ishte një person me fashon në kurriz, ishte një kaçurels me tatuazhe. Unë thash që ky është për operacion. Ai kishte një plag me armëzjarri, plumb hyrës, por nuk kishte dalë. Apartamenti ishte në katin e 5 me ashensor, por nuk di ta them se ku ishte. Atje ishte edhe një vajzë dhe Bledi Bërdalla që kishte një laborator mjekësor. As një minut nuk zgjati qëndrimi im aty. Kur shkova në spital pash një makinë që më vinte nga pas, edhe në shtëpi shkova me frikë. Nuk fola me personin që ishte plagosur. Mbi automjetin e Nureddin Dumanit, atë ditë u qullua mbi 20 herë. Ngjarja ndodhi në fshatin Papër të Elbasanit. Edhe Dumani u përgjigj breshërisë me plumba, por më pas braktisi makinën dhe u largua nga vendi i ngjarjes drejt shtëpisë ku edhe mori mjekimin e parë, derisa policia ra në gjurmët e tij. Arrestimi i Nureddin Dumanit e bëri atë një nga dëshmitarët më të rëndësishëm të prokurorisë së posaçme, që zbardhi krimet të paktën 12 viteve të fundit, ku protagonist ishte ai dhe emrat më të kërkuar nga drejtësia shqiptare. Ministre e Infrastrukturës dhe Energjetikës Belinda Balluku inspektoi këtë të njëjtën në stacionin Tirana 2, ku është realizuar një investim për rritjen e kapaciteteve transmetuese të energjisë. Projekti synon përmirësimin e furnizimit me energji për rajonin e Durrësit dhe gjithë zonën jugperëndimore të vendit. Balluku theksoi se operatori i transmetimit mbetet hallka më e rëndësishme e sistemit energjetik, pasi lidh Shqipërinë me vendet fqinje. Ajo shtoi se gjatë verës, për shkak të rritjes së ndjeshme të kërkesës për energji, rrjetet rajonale kanë qenë të mbingarkuara, ndërsa Shqipëria po vjon negociatat me Italinë për ndërtimin e linjës në ujore të energjisë, që do të lidh direkt dy vendet. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.